Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me kujtesën, merrni këtë vitamina dhe rezultati do ju befasoj. Lodhja kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B. Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësisë së zvogëluar të shikimit. Lodhja është një nga shenjat e para të mungesës së vitaminës B, pasi trupi juaj mbështetet në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat sjellin oksigjen në organet tuaja. Pa oksigjen të mjaftueshëm në qelizat tuaja, ju do të ndjeheni të lodhur pavarësisht sa gjatë do të flini. Në qoftë se ju nuk merrni mjaftueshëm oksigjen nga qelizat e kuqe të gjakut, muskujt tuaj do të jenë shumë të dobët dhe nuk do të keni forcë të mjaftueshme as për aktivitete ditore të tilla si mbajtja e një qese të rëndë, normalisht nga supermarketi. Kujtesa juaj bllokohet më shpesh. Kjo ka shumë të ngjarë që të mos jetë shfaqja e demencës së hershme, por niveli ulët i vitaminës B. Kur një test të gjakut zbulon mungesën e vitaminës B me shtesën e duhur dietike, shenjat fillojnë edhe largohen. Mungesa e vitaminës B gjithashtu ndikon në gjendjen tuaj shpirtërore, e cila shpesh çon në depresion ose ankth. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor, por me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë të tij. Ne këtu do t'ju tregojmë një listë të vitaminave më të mira që furnizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe njëkohësisht performancën mendore. Ja vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë i njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe të sistemit tuaj nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë gjithashtu shërben si një antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaqi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën afatshkurtër dhe vigjilencën dhe largon amullin në veprime dhe letargjin. Disa prej burimeve më të mira dhe më të pasura me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B, tepër të dobishme për një kujtesë më të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë pjepri, mishi, dritrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin e qelizave tuaja nervore. Ajo mban të paprekur mielinën, e cila mbulon fibrat nervor dhe njëkohësisht lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë, kjo vitaminë parandalon sëmundjen e trurit. Vitamina B12 parandalon depresionin dhe luhatjet e humorit dhe rrit vigjilencën. Ajo njëkohësisht parandalon edhe luhatjet e humorit dhe humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derrit, shpendëve dhe viçit. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është shumë e pasur me vitaminë B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmtimin e këtyre radikaleve është marrja e antioksidantëve.
Vitamina C luan një rol tepër të shkëlqyer dhe siguron shëndetin jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit tuaj imunitar dhe zemrës. Burimet të mira të vitaminës C janë agrumet dhe bishtajoret. Vitamina D ndihmon shëndetin e qelizave të trurit dhe mirëmbajtjen e tyre. Burime të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët munden që të konsumojnë kërpudha dhe njëkohësisht ato përmbajnë vitaminën D2, e cila është një formë e vitaminës D. Drita e diellit gjithashtu është një burim mjaft i mirë i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitamin mbron qelizat e trurit dhe nervat nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo njëkohësisht ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimerit tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishte dhe njëkohësisht drithra dhe arrorët janë burime shumë më të mira të kësaj vitamine. Këto janë ushqime të cilat do t'ju ndihmojnë ju për të forcuar shëndetin e trurit. Sipas ekspertëve, ushqyerja ka një rol tepër të rëndësishëm në trurin tonë dhe në funksionet e tij. Avokado shton qarkullimin e gjakut në tru, ul kolesterolin dhe përmirëson përthithjen e antioksidantëve. Avokado përmban antioksidant dhe vitaminë E cila e mbron trurin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Avokado është një burim mjaft i mirë i kaliumit dhe i vitaminës K. Të dyja janë thelbësore kundër goditjes në tru. Boronica, ajo është e plot fuqishme fal antioksidantëve që përmban. Këto substanca e mbrojnë trurin nga dëmi oksidues dhe stresi që shkaktojnë plakjen e parakoshme, sëmundja e Alzheimerit dhe njëkohësisht skleroza. Flavonoidët të cilët gjenden në boronica përmirësojnë komunikimin mes nervave, përmirësojnë gjithashtu kujtesën, aftësinë e trurit dhe njëkohësisht munden që të ndihmojnë në të kuptuarit, arsyetuarit, vendimarrjes, shprehjes dhe aftësisë numerike. Frutat e tjera të pyllit me ngjyrë të errët janë të mira për trurin, ndërto mund të veçojmë manaferën dhe kokrat goxhi. Brokoli po ashtu është një ushqim i jashtëzakonshëm për të gjithë trupin tuaj. Ai është i pasur njëkohësisht me kalcium, vitamina C, D dhe beta-karoten, hekur, fiber dhe njëkohësisht vitaminën K. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se do të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe do të largojë të gjitha metalet e rënda të cilat dëmtojnë trurin tuaj. Nga ana tjetër, mund të përdorni dhe rozmarin. Rozmarina e përmirëson kujtesën dhe njëkohësisht aftësinë e trurit tuaj vetëm me aromën e saj. Ajo përmirëson qarkullimin e gjakut në tru, përmirëson gjithashtu humorin dhe shërben si një antioksidant. Rozmarina është fantastike edhe në detoksifikimin e trurit, jep energji dhe gjithashtu lufton të gjitha shenjat e moshës. Spinaci mund të parandalojë ose të vënojë shfaqjen e sklerozës. Ushqyesit që ai përmban munden që të parandalojnë dëmet e shkaktuara në ADN-n ton, por edhe të ngadalsojë të gjitha shenjat e moshës në tru. Spinaci është një burim i shkëlqyer i folatit dhe njëkohësisht i vitaminës E. Ndërkohë, mund të konsumoni domatet, ato përmbajnë likopen, një antioksidant tepër i fuqishëm i cili lufton njëkohësisht sklerozën dhe përmirëson humorin tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit,
konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.